Përfaqësues të lidhjes shqiptare në botë, familjen e Flora dhe Prend Balajt e konsiderojnë familje autentike, të përkushtuar, të palëkundur dhe kontribuese e çmuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave kombëtare, kudo që ndodhen. Çdo motiv, çdo ngjyrë dhe çdo detaj në këto veshje part një histori, një traditë dhe një ndjenjë përkatësie që na bashkon të gjithëve, pavarësisht kufive gjeografike. Në një kohë kur globalizimi shpesh sfidon identitetet tona, projekte të tilla janë thelbësore për të ruajtur dhe promovuar kulturën shqiptare, për ta përcjell atë brez pas brezi dhe për ta prezantuar me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Aktiviteti i familjes Balaj në mbledhjen, ruajtjen dhe prezantimin e veshjeve kombëtare të gjitha trevave shqiptare nuk fillon sot. E kujtoj me nostalgji vitin 2003, organizuan sfidatën e parë me veshje kombëtare në Pallatin e Kulturës në Gjakov. Atë botë, Lidhja Shqiptare në botë me në krye Simon Kuzhninin, sot kryetar në Deri, e mbështetën pa rezervë. Me këtë rast, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për bashkëshortet Flora dhe Prend Balaj, që po e mbajnë gjallë dhe po e vazhdojnë këtë projekt si dhe për të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij dokumentari, studiues, artist, organizator dhe mbështetës, të cilët me përkushtimin e tyre kanë bërë të mundur këtë vepër të vyer. Le të vazhdojmë së bashku të ruajmë, të kultivojmë dhe të promovojmë trashëgiminë tonë kombëtare.